Një vajzë 7 vjeçare që ishte refugjate në kampin e Kukësit, shkroi një letër që e nisi me fjalët: për babin në qiell. Ishte një copë letre e grisur, e mbajtur me duar të vogla që dridheshin nga të ftohti, dhe një laps që mezi shkruante mbi fletën e lagur. Rreth saj, njerëzit prisnin ndihma, disa qanin, disa heshtnin. Ajo se kuptonte plotësisht çfarë ishte lufta, por e dinte një gjë: babai nuk do të kthehej më. Mos u mërzit, babi, shkroi, mami thot që je në qiell, por unë ende të kërkoj në çdo fytyrë që kalon. Letra nuk arriti kur tek ai. Një ushtar e mori, dhe më vonë një vullnetar e ruajti, pa e ditur se kujt i përkiste. Kaluan vite. Kampet u mbyllën, jeta u rindërtua, dhe letra u harrua në një kuti në një muze të vogël në Kukës. Pas më shumë se 20 vitesh, një grua hyri aty me nxënësit e saj. Po i shpjegonte fëmijëve për luftën kur syt i ranë mbi një letër të zverdhur me shkrim fëmije. Dora i nisi të dridhej. Lexoi: mos u mërzit, babi, dhe syt ju mbushën me lot. Ishte letra e saj. Ajo u li kokën dhe tha: kjo është arsyeja pse unë mësoj fëmijët për paqen. Që prej asaj dite, çdo vit u lexon nxënësve të saj atë letër, për t'u kujtuar se paqja nuk është thjesht mungesë lufte, por kujtimi i një vajze të vogël që ende beson se dashuria mund të kalojë edhe qielli.